Doli dia i nën kryetari që ishte atje, unë u përgjigja i pari. Ora si ke fytyrë që dole, me të njëjtin muhabet, me të njëjtin gënjeshtër. Çfarë si do na i mush mendjen e veti? Sa ko ke ti 30 vjet. Atëre çfarë ke bërë? Po çfarë me vetë e bashkisë? Doni bashkisë. Për çfarë? Të lutem, ma trego pak edhe minuta çast pa. Ta shikon çfarë vendimi është, që ne dim çfarë e bën. Çfarë që ka vendimi? Atë bëhet. Çfarë vendimi? Çfarë vendimi është? Projektul de avea unul e pse përtisë. Po do përtisë me ka ora në vazhdim përtisë se njemi bashkë. Vazhdo. Ja ku ke projekt vendimi, jo është vendimi plot i konfirmuar nga prefektura që rruga e Veragoshit është për prioritet 2026. Ja ku prioritet, është vendosur që është vendosur prioritet në protestën e parë, në protestën e parë në ata të 2025. Tani ka protestë të bërë për të bërë për bashkëtar. Ora kemi bashkëpunë që po kërkojmë. Rruga e vitit tjetër në asfalt. Po mi më thashë Sa që nga kjo se rikam në gore. Edhe të tjerë kanë pritur, kaq. Po mirë të shpjegote, ishte prioriteti që të rrugë Të shpjejme është. Si kryetar bashkie? Jo, është rruga Pelle kjo spitali. Të shpjeg kryetarit, Edhe të shpjegoj është bërë asfalt. Hajde gjithë asfalt. Hotele? Ore ne kemi ardhur për Velagoshin, po na bëni kontroll. Ka një gjë, ne kemi program të bëjmë tjetër, më pafshim. E morëm dhe fjalën tjetër gënjeshtrën e radhës, si gjithmonë 2026 takuam ja. O të lutem shumë, nëse je shtet, më siguro rrugën, më siguro ujtë, më siguro dritën.